Unë mendoj që ka qenë një mesazh i qartë për qeverinë e Kosovës, po edhe për kushdo që vjen pas këtyre zgjedhjeve, dhe shpresoj që kushdo që vjen në qeveri ta marrë këtë mesazh me seriozitetin më të madh dhe t'i bashkohet të gjitha shteteve që vetëm se i kanë thënë po gazit amerikan. Dhe vetëm Kosova ka mbetur në rend, pa e thënë po. Po shpresoj që qeveria ka ekspert të cilët e vlerësojnë, edhe pse në arsyetimin e tyre të kaluam kanë thënë se çështja ka qenë më shumë te çmimi i lartë, kostoja e lartë e ardhjes së gazit. Mirë po, me që kjo nuk përbën problem për të gjitha shtetet e rajonit, edhe për çështjet edhe politike, edhe për mbështetjen që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ja kanë dhënë Kosovës deri me tani, mendoj edhe për çështje strategjiko-politike duhet me u pranu dhe me vazhdu tutje. Profesor, si po e sheh këtë mesazhin e Patripatit? Nëse më lejon